Ndashëm pra bashkë dashur shikuesve dhe lajmet e mëngjesit dhe po ashtu dhe materialet e tjera të përgatitura nga ekipi i mëngjesit. Tani më shkojmë në Raovec, ku siç e potencova edhe në mëngjes, Raoveci ka nisur zyrtarisht edhe organizimin e muajit të mërgjimtarëve me një agjendë të pasur aktivitetesh kulturore, sportive dhe argëtuese. Për më shumë se një muaj, faktikisht qytetarët dhe po ashtu edhe bashkëdhetarët do të kenë mundësi të marrin pjesë në mbrëmje muzikore, aktivitete për fëmijë, turne sportive, panajire dhe organizime të tjera, të cilat do i mësojmë përmes edhe të DKRS-s atje në Raovec, Muharrem Morina, të cilin tashmë kam një lidhje direkte. Zotëri Muharrem, mirë mëngjesi, faleminderit shumë, është kënaqësi. Mirë mëngjesi për juve dhe shikuesit e KTV-s. Faleminderit shumë për kohën. Fillimisht kisha dashur me nis bisedën lidhje me atë se çka kam përmbajtur do thotë ky muaj i mërgjimtarëve që e keni quajtur. Zakonisht Komuna e Raovecit, sidomos Drejtoria për Kulturën dhe Sport në bashkëpunim me Drejtorinë për Ekonomi dhe Zhvillim dhe Turizëm në Komunën e Raovecit, nga data 15 korrekt deri në datën 15 gusht organizon muajin e mërgjimtarëve. Kjo është do të thotë këto aktivitete janë tashmë tradicionale në Komunën e Raovecit. Zakonisht fillojmë me hapjen zyrtare me datën 15 gusht dhe e përmbyllim gjithë këto aktivitete i përmbyllim me faktikisht me 15 korrekt dhe i përmbyllim me datën 15 gusht. Tashmë do të thotë ka nisur edhe ky muaj që nga 15 korriku na përshkruan pak edhe atmosferën atje se çka keni bërë gjatë gjithë këtyre ditëve. Po zakonisht ne si drejtori në hapjen zyrtare kemi bërë me datën 15 korrekt me këngëtarin tashmë të mirënjohur të estradës Kosovës Ardian Limalmer në grupin e tij. Vazhdojmë të thotë me aktivitetet tjera, janë grupi Fisnikët 04 Band, grupet të ndryshme do të thotë që do të marrin pjesë këtu në sheshen e qytetit dhe në rrugën Xhevat Kasapi, kurse aktivitetet tjera do të thotë vazhdojnë me datën 25 korrekt do të organizohet edhe turniri në fshatin Ratkos. Turnir tradicional do të thotë që i kushtohet ose që do të thotë është titulluar "Të nderojmë dëshmorët e Ratkosit", që do të marrin pjesë dikur mbi 80 ekipe të futbollit të vogël do të marrin pjesë në këtë aktivitet. Aktiviteti fillon me datën 25 korrekt. Pastaj kemi aktivitete tjera që do të mbahen në kuadër të këtij muaji të mërgatës është festivali Fardi Fest që do të fillon me datën 2 dhe 3 gusht. Pastaj do të mbajmë një aktivitet tjetër shumë të rëndësishëm në komunën tonë, është aktiviteti që do të mbahet forumi me forumi Anadrinit do të organizon me bizneset e komunës tonë dhe bizneset e diasporës që do të mbahet me datën 4 gusht. I gjithë kjo punë një mujore do të përmbyllet me aktivitetin ose me festivalin e Agrofestës që do të mbahet në Krusht të Madhe me datën 8-19 gusht. Zotëri Muharrem, një mënyrë shumë e mirë në fakt për me mbledh me i bo bashkë të gjithë mërgjimtarët që edhe vinë atje në Raovec dhe po besoj është i gjithë synimi është kë? Po, këtu është qëllimi do të thotë të gjithë mërgjimtarët që do të vinë tash në pushime të cilët i uroj që të vinë mirë, shëndoshë mirë në familjet e tyre dhe të kalojnë pushimet sa më mirë këtu në vendlindje. Ne si komunë jo kemi ofruar domethënë mundësi dhe që të dalin të relaksohen dhe të shohin edhe programet tona që ne i kemi organizuar si komunë. Përveç këtyre aktiviteteve do të thotë kulturore, sportive, përkujtimore, do të thonë që ne si komunë Harrova Taceki që kemi edhe epopen, këtë muaj kemi edhe epopen e korrikut në Raovec që mbahet prej datës 17 korrekt deri me datën 21 që do të ketë aktivitete përkujtimore dhe kulturore në komunën tonë. Kemi edhe në drejtorinë administratës që ka ofruar do të thotë lehtësime për mërgjimtarët tonë që vinë këtu
në komunën tonë, duke filluar prej parkingjeve falas që ka mundësu komuna, po ashtu kemi sportelin e veçan për shërbimet administrative që krynë komuna mërgjimtar që krynë në komunë. Për t'ju lehtësuar sa ma lehtë që t'i krynë të procedura. Mu po vjen shumë mirë që faktikisht e keni përmend edhe përmes njoftimeve të ndryshme që e keni bo dhe më ka pëlqyer shumë që ky muaj ju kushtohet të gjithë grup moshave, sidomos kur jemi edhe të fëmijët me aktivitetet të ndryshme sportive. Kisha dashur me të pyet edhe në lidhje me ato se cilat janë disa prej organizimeve, aktiviteteve gjatë këtij muaji që mbase të rreqin më shumë vëmendje jo vetëm nga fëmijët, jo vetëm nga qytetarët atje në Rahovec, por po ashtu edhe nga mërgjimtarët. Unë të seka dhe më herët, vlen të theksohen të dy aktivitetet, do të të festivali Fardi Fest që mbahet me 2 dhe 3 gusht në Gradish të Zërzës, aty do të ketë aktivitete për gjitha grup moshat, duke filluar prej këndit të fëmijëve, artit figurativ, që fëmijët do të kenë mundësin të shprehin talentin e tyre në vizatim, do t'jetë këndi i skulpturës, do t'jetë këndi i teleskopit ku fëmijët dhe gjithë pjesëmarrës do të kenë mundësin që t'i shohin yjet përmes teleskopit aty, do t'ketë ushqime tradicionale, lojra tradicionale, në fund krejt në mbrëmje do t'ketë program artistik, kulturë artistik ku do të marrin pjesë edhe grupe nga diaspora, po ashtu të vlen të theksohet që misafir ose misafir special të këtyre 2 mbrëmjeve i kemi 2 grupe të liora, siç është Elita 5 dhe Energy Band. Edhe këto organizime po besoj që më pas sjellin edhe qytetarë të tjerë, jo vetëm të Rahovecit, por po ashtu edhe qytetarë të tjerë të qyteteve të ndryshme të Kosovës. Po mendojmë që do të marrin pjesë edhe qytetarë tjerë të komunave përreth dhe komunave që i kemi pak më larg. Po ashtu shumë e rëndësishme është edhe festivali Agrofestës ku do të prezantohen produktet tona bujqësore këtu në komunën tonë në Krusht të Madhe. Dhe në mbrëmje do të ketë aktivitete muzikore, do të ku ka artistë të mëdhenj që do të prezantojnë në atë festival. Zotri Muharrem, mu po më vjen shumë mirë për këtë organizim dhe po besoj që ky muaj mbase edhe sjell pak më shumë, ju mundson pak më shumë që të bëni kështu edhe promovimin e kulturave të ndryshme në Rahovec dhe njëkohësisht do të thotë edhe promovimin e turizmit atje. Për fund, duke qenë se kemi ardhur kështu bashkë në fund të bisedës, a ke ndonjë mesazh, ndonjë ftesë për të gjithë bashkëdhetarët dhe po ashtu edhe për të gjithë qytetarët sa i përket këtij muaji? Mesazhi im është që uroj të vinë mirë gërbeqarët ose mërgjimtarët në familjet e tyre, t'i gjanë shëndoshë mirë, të kalojnë pushimet e këndshme dhe i ftojmë që të marrin pjesë në këto aktivitetet të cilët i organizon komuna jonë, që sidomos për gjeneratët e reja që jetojnë atje në Perëndim, të shohin, të shijojnë këto vlerat tona, këto të shijojnë produktet tona, të shijojnë ato gatimet tradicionale që do t'i prezentojmë në këto aktivitete dhe i ftoj që të marrin pjesë dhe të kënaqen së bashku t'i kalojnë të pushime sa më mirë. Po shpresoj shumë që keni me i kalu sa më mirë dhe po uroj shumë që kam ju shku gjithçka mirë në barë. Faleminderit shumë që në lajmërove sot për këtë lidhje direkte. Faleminderit edhe për juve nderuar. Respekt.